Ramazani është emri i muajit të 9 të vitit kalendarik islam. Po. Në të cilin, sipas traditës islame, Muhamedi a.s. mori shpalljen e Kur'anit si udhërrëfyes për njerëzit me drejtësi dhe shpëtim. Pyetja vjen, si ta presim muajin e shenjtë të Ramazanit, pasi që kemi edhe 90 e disa ditë, ose 80 ditë. Unë të gjithë teleshikuesve tani që na shikojnë në këto momente, ju kisha sugjeru të lexojnë librin Fuqia e Agjerimit. Është një ndër botimet e mia, Fuqia e Agjerimit, që prak të Ramazanit besoj do i marrim edhe disa ligjërata në qytete dhe takime të ndryshme së bashku. Son zakonisht për Ramazan çdo ditë ka pas takime dhe ligjërime me xhamate të ndryshme, me studios, me shkencëtarë. Kemi pas takime të ndryshme ku kemi bisedu për fuqinë e agjerimit në aspektin shpirtëror, mendor, fizik, psiqik, social e kështu me radhë, dhe si të përgatitemi ashtu si që përgatiten gjeneratat e orta, shokët e Muhamedit a.s. ata luteshin me muaj përpara, o Zot mundson ata përjetojmë këtë muaj të bekum, me lutje, me dua, me socializim me fukaran, socializim me jetimin, nevojtarin, me buzëqeshje, me sadaka, me ngrohtësi shpirtërore, imanore, vllaznore. Agjerimi nuk është abstenim ndalim vetëm pe ushqimit, hajës dhe pijes, po është edhe ndalim nga veprimet, fjalët, gjestet e këqija. Agjerimi është bo obligim për besimtarët. Zoti ka thënë Kur'an, o ju të cilët keni besu, ja ju halledhina amenu, u është bërë obligim agjerimi. Kutiba alejkum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, pra është bë sijami obligim sikur se atyre që ishin përpara jush. Andaj ky obligim që është bë pra nga për agjerim, ne duhet të përbahemi. Agjerimi nuk është vetëm zbutje ose të hollim i linjave trupore, por agjerimi është edhe vibrim ose këndellje ose kthjellësi e spektrit metafizik dhe shpirtëror. Pra, çka do të thotë përmes kësaj? Kjo është çështje e futurizmit shpirtëror, e armja e shpirtit njeriu. Nëse shpirtrat bëhen clean, pastrohen, atëherë këta shpirta, këta ruha